Spanja ka vendosur të mos marrë pjesë në nismën ndërkombëtare Bordi i Paqes, të iniciuar nga presidenti amerikan Donald Trump, duke cilësuar këtë strukturë si jashtë kuadrit të Kombeve të Bashkuara dhe në kundërshtim me parimet bazë të zgjidhjes së konfliktit izraelito-palestinez. Vendimi u konfirmua nga kryeministri spanjoll Pedro Sánchez, i cili argumentoi se nisma nuk përfshin autoritetin palestinez dhe përpasoj nuk garanton një proces gjithëpërfshirës për të ardhmen e Gazës, bregut perëndimor dhe territoreve palestineze në tërësi. Sipas Sánchez, çdo iniciativë që synon paqe në lindjen e mesme duhet të ndërtohet mbi dialogun mes palëve dhe të respektojë zgjidhjen me dy shtete, në përputhje me rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe të drejtën ndërkombëtare. Në deklaratat e tij publike, kryeministri spanjoll shprehu shqetësim të thellë për qasjen e administratës amerikane, duke akuzuar atë për shkelje të vazhdueshme të ligjit ndërkombëtar dhe për dëmtim të marrëdhënieve transatlantike. Qeveria e Shteteve të Bashkuara po vepron jashtë rregullave të pranuara ndërkombëtarisht dhe po krijon tensione serioze mes SBA-ve dhe Bashkimit Evropian, tha Sánchez, duke theksuar se Europa duhet të ndërtojë një politikë të jashtme, më të fortë dhe më të pavarur. Ai shtoi gjithashtu se Bashkimi Evropian mbetet i angazhuar për një rend botëror të bazuar në rregulla, respekt të ligjit ndërkombëtar dhe zgjidhje diplomatike të konflikteve, duke refulzuar qasjet e njëanshme apo të bazuara në interesa të ngushta strategjike. Refuzimi i Spanjës vjen në një klimë më të gjerë skepticizmi ndaj nismës së Washingtonit. Edhe Kanadaja u përjashtua nga iniciativa, mbas tërheqjes së ftesës zyrtare nga vetë presidenti Trump, i cili e njoftoi vendimin përmes rrjetit social X. Bordi i Paqes u prezantua nga Trump gjatë forumit ekonomik botëror në Davos, si një strukturë e re ndërkombëtare që synon të ndërmjetësojë armëpushime, të koordinojë sigurinë dhe të mbikëqyrë proceset e rindërtimit në zonat e dala nga lufta. Megjithatë, prezantimi i nismës u shoqërua me mungesë të dukshme të mbështetjes nga aleatët tradicional të SBA-ve. Asnjë nga vendet kryesore të Bashkimit Evropian nuk mori pjesë, me përjashtim të Hungarisë dhe Bullgarisë, ndërsa Britania e Madhe dhe Kanadaja zgjodhën të qëndrojnë jashtë. Aktualisht, në përbërjen e Bordit të Paqes janë përfshirë Izraeli, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, një përbërje që ka ngjallur debate mbi balancën, përfaqësimin dhe legjitimitetin ndërkombëtar të kësaj iniciative. Vendimi i Spanjës pritet të reflektojë qëndrimin më të gjerë të Bashkimit Evropian ndaj nismave që shmangin struktura shumëpalëshe dhe rolin qendror të Kombeve të Bashkuara, duke riafirmuar mbështetjen për diplomacinë tradicionale dhe proceset e paqes të bazuara në konsensus ndërkombëtar.